Partia Shqipëria Bëhet ka ndërmarrë hapin e parë zyrtar drejt një referendumi kombëtar duke synuar shfuqizimin e dy ligjeve që sipas saj prekin interesin publik, ligjin për investitorët strategjik dhe të ashtuajturën paketa e maleve. Kreu i kësaj force politike, Adriatik Lapaj, është paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të dëzuar kërkesën dhe për të marrë formular të nevojshëm për nisjen e procesit të mbledhjes së firmave. Sipas tij, nisma synon të aktivizojë qytetar në një proces të drejt vendimarrës për dy ligje që ai konsideron problematik. Sot jemi këtu përpara KQZ-s për të depozituar dy kërkesa në lidhje me dy ligje të cilat dukshëm po i bëjnë dëm interesit publik dhe atë dheut. Bëhet fjalë për ligjin për paketën e maleve dhe ligjin për investimet strategjike. Dy ligje mbi të cilat po justifikohet marrja dhe vjedhja e pronës së qytetarëve të këtij vendi, tashmë do të përballen me një proces për mbledhjen e 50.000 firmave për secilin prej ligjeve për ta çuar vendin në një proces referendar, pra në një referendum kombëtar. Sipas afateve të parashikuara, nëse procesi i mbledhjes së firmave ecën pa pengesa, referendumi mund të zhvillohet në vjeshtën e vitit të ardhshëm. Procesi referendar për shkak të paracaktimeve që x muaj para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve nuk mund të mbahet referendum, par dhe zgjedhjet që po vinë, i bie që nëse gjithçka do të shkojë në rregull, do të mbahet në vjeshtën e vitit tjetër. Kështu që procesi i mbledhjes së firmave do të jetë një proces gradual. Ne urojmë që firmat jo 50.000 për çdo projekt ligj, në total janë 100.000 firma, me thënë drejtën, por ne mendojmë që do duhet të mblidhen shumë dhe qytetarët do duhet të angazhohen nga çdo cep i vendit. Kushtetuta e Shqipërisë në nënin 150 i jep të drejtën qytetarëve të kërkojnë referendum për shfuqizimin e një ligji përmes të paktën 50.000 firmave të shtetasve me të drejtë të vote. Kjo e fundit mund të ushtrohet gjithashtu edhe nga Kuvendi ose Këshilli i Ministrave në raste të caktuara. Procesi i nisur nga Shqipëria Bëhet pritet të kalojë në disa faza verifikimi dhe administrimi nga institucionet zgjedhore përpara se të vendoset nëse do të kualifikohet për votim popullor.